Vdekje klinike, është një studim në Londër, 108 vetë kanë qenë të vdekur për disa sekunda, ma pak se 1 minutë, kur jenë dalë nga kjo gjendje, i kanë pyjtë, qka ke përjetu? Dritë. Dhe pyjtja tjetër, po qka tjetër, të kontribuoj ma shumë. Ju ka me dëshira me kontribu ma shumë. Do me tha, drita është fenomen që ekziston, kurse terri nuk varet nga çmimit, por është mungesë e dritës. Meditimi të ndriçon, prandaj mendja ndriçuar. Unë e kom tha edhe në shumë vite me parë në një intervistë, e ardhmja do të jetë e liderëve që janë të ndriçuar ose lider meditues që nuk na fusin në për tunele e me na bë dritën fund tunelit, po paradigma e ime që është, unë jam autori kësaj paradigme në historinë të mendurit njerëzor, drita në fillim tunelit. Ti pyetemi pak shikues të nderuar, apo ju pëlqen sonte i kena në emision Marishin shqiptar edhe Oshën shqiptar. Unë i kom lexuar ja 6 muaj ditë që marr me Oshën, me Marishin. Tash do domi të shekit te Osho. Sheki ju keni qenë atje edhe unë i kom po disa biseda apo tamë edhe sheki edhe mjeshtër. Mos u prek, ndoshta është kam drejt me të qujtë kështu sheki. Po, ti si ta ndjesh? Se edhe po ta quj sheki, edhe po ta quj mjeshtër, është perceptim i yti edhe simbol që për të komuniku edhe për me në gjuhë e këtë situatë. Por shekin që e sheh, nuk e sheh. Nuk e sheh. Sa këtë poshtë, vjen ma mund. Keni qenë tek shkolla e të mondhët për mu Osho, edhe i kom po disa foto që keni nejtë bashkë, keni pos fotin edhe me vllaun e Oshos, me Hamitin. Hamit, po. Ashtu quhet. Si është ajo? Po, Hamit, akoma gjallë është. Si është ajo fangjenja se nuk është e lehtë? Hamit kur thu është musliman atër. Jo, emën indian është Hamid me unë kështë të është Hamid kështë musliman. Si është përvuja me... Shiko, ka qenë një nga përvojat më të jashtëzakonshme që kam pasur në këtë transformimin tim shpirtëror, dhe në vitin 2016 për herë të parë kur isha atje, ka qenë edhe eksperienca ime e parë e daljes nga trupi, që e përjetova në një mënyrë shumë të veçantë. Mandej, e tërë energjia që krijohet nga komuniteti i medituesve që është në ashram ati, është një energji relaksuese, të ofron shumë qetësi, të ofron shumë komoditet, ndihesh i mirë se ardhur, ndihesh mirë në trupin ku banon, ndjen dashuri për veten, fillon vetja të duket më e mirë. Thjesht fillojnë të mbushen disa boshllëqe të cilët në këtë jetën e përditshme i ke llogaritur si të parëndësishme, dhe aty fillojnë të gjërat e vogla për të cilat ne i marrëm si të mirëqena, thjesht ta marrën atë vlerën e tyre dhe fillon të interesoj mënyra se si ushqehesh, mënyra se si hec, mënyra se si e kalon kohën e lirë, pushimin. Me një fjalë, atë që përmendi edhe profesori, ti fillon të vetë diosohesh për ekzistencën tënde. Dhe vetë meditimi mund të quhet edhe shkenca e vetë diosimit, shkenca e prezencës, e së tashmes. Dhe duke qëndruar aty ti fillon dal nga dal të kuptosh se shkëputesh në mënyrë suksesive nga e kaluara, nuk merresh me ato ndodhi që ka ndodhur në të kaluarën, fillon ta kuptosh rëndësinë e memorjes, rëndësinë jo që ti të merresh me ato, po rëndësinë se sa lehet ndihesh kur ti shkëputesh dhe nuk merresh me atë që ke memorizuar në të kaluarën, dhe aty ka një gjë shumë e rëndësishme, se truri jon e përsërit deri në ditë të tretat e asaj që nuk ka shkuar mirë në të kaluarën tonë, dhe trupi e përjeton sikur ajo është duke ndodhur tani dhe këtu, dhe bëhet ngarkesë për ty, dhe ti mendon se jeton jetën për të ardhmen tënde me kënaqësi, me atë edhe me këtë, në fakt ti e bart me vete në mënyrë të vazhdueshme të kaluarën tënde, dhe ajo të pengon pastaj të krijosh një të ardhmen ndryshe. Dhe të shumica e njerëzve ndodh se krijojnë, ju duket se kanë krijuar një të ardhmen ndryshe, në fakt është vetëm një paketim i ri i së kaluarës që kanë përjetuar, dhe thuan, po